Fundviti është periudha më e rëndësishme për qytetin, por edhe për vendin, për shkak se përgjatë dhjetorit merr formën finale buxheti për vitin e ardhshëm. Por çfarë presin qytetarët e Vlorës dhe cilat janë kërkesat e tyre, të cilat duhet të parashikohen në këtë buxhet? Në intervistat për televizionin 6+ Vlora, qytetarët rendisin si kërkesë të tyre primare mirëqenien ekonomike. Sipas tyre, vëmendje e veçantë duhet të jetë pikërisht tek rritja e pagave, por edhe pensioneve, të cilat vijojnë të jenë minimale, që nuk japin mundësi për të përballuar jetesën. Për sa i përket qytetit të Vlorës, ata kërkojnë investime në asfaltimin e segmenteve rrugore të dëmtuara, që janë kthyer në problem për ta. Një prej prioriteteve kryesore, sipas qytetarëve, duhet jetë edhe përmirësimi i pastrimit në qytet. Asgjë më tepër. Pse? Pse mirëqenia tek neve është për i bret fare. Pensionista neve jemi në zero. Tani qa mund të bëjmë tepër neve? Sugjeroja që ai të lëshojnë qik për pensionistat të japin copë bukse. Sot për nesër janë pensionistat. Po edhe dokumentat e shtëpive të tona, unë jam lindur rritur në Vlorë. Edhe mua akoma s'mi janë bërë dokumentat e hipotekës. Nuk na kapin fare, as na afrojnë fare. Të mira materiale që të presim. Jo pensionet, jo këto qatë të mira materiale do presë më në tani. Ta mirëmbajnë sa më mirë qytetin në shërbim të popullit. Tonë sepse shikojmë shumë pa pasërti. Dhe rritje ekonomike, Patjetër. Ke shpresë o plotësohen? Po, shpresa vdese fundit. Shumë para plot, edhe shëndet. Plot do tjetër. Po mirë, buxheti sa punon shëndet? Po dhe buxheti këtë shëndetin. Jo, them nga buxheti qeverisës lart. Po ata do e ngërën vetë ata, do udisën. Çfarë do këta? Pa ne pensionistët tani mund e qik. Ja ka çfarë kërë, shëndet s'vjet do të bëj. Po në lek do hale bukë më mirë. Po shumë dha. Shpesh është e vdekur. Ne jemi pensionistë, Flori. Çfarë do të përmirësohet? Çka që sugjeron? Po pozitive. Këtu në Vlorë, drejtimi pensionistëve e para njëherë, që gjithë cila është barë në buxhet i shtetit, ndërsa problemi tjetër në Vlorë, rrugët brenda lagjet Vlorës, që është të përmirësohen sepse është problematike. Edhe kjo e Vlorë, se unë banoj në Tiranë, nuk banoj këtu në Vlorë, por vida e në Vlorë se vlonjat jemi. Po ecën përmirësime ka, por sidomos rrugët e brendshme, gjithë cila ka 2 vjet që rrugët ngelen të hapura. Po pa tjetër. Te pensionet pa tjetër duhet të ketë. Po ajo varet nga buxheti i shtetit, nuk ka lidhje me bashkinë e Vlorës. Shumë shfaqen edhe skeptik, teksa e kanë humbur shpresën se ajo që do të sjellë 2026, por edhe buxheti i atij viti do të sjellë ndonjë ndryshim për ta, ekonomin apo familjet e tyre. Qatë presim? Ose çfarë duhet përmirësuar? Asgjë qatë presim. Ato që ka qenë që më para ashtu dhe gjithmonë, sa pa vërtet shimit. Do të ishte diçka që do sugjeroje? Qatë do gjë, të flasë shkotë. Cila është kërkesa kryesore juaj? Të flasë shkotë, sa argjes. Ndërsa shumë të tjerë qytetarë nuk pranojnë fare të komentojnë, refuzojnë të përgjigjen për këtë temë, duke mos preferuar të flasin as të harxojnë fjalën për një gjë që sipas tyre jashtë kamerave thonë se nuk do të dëgjohet. Unë të ndërë nuk djë nga veshët. Ama tani. Ja, Televizionin e gjove. Janë mbyllur.